ata që nuk kanë përvojë se nuk e njohin bowlingun, po e njohin futbollin, kjo është Liga e Kampionëve në bowling. Po, në bowling, kështu që këto shkojnë më të mirët të Evropës. Se tash parzët kur e mora shembullin e kategorive, në kategori për shembull ka raste kur për shembull na jem kampion në filon kategorinë edhe në filon kategorinë. Mirë, po më të fortit e Evropës janë dikush tjetër, se janë do kategori pak më të mëdha. E bowling çaj më i forti, në shtatë sportin tjetër ty s'bën me garu me të, po në kategorinë tonë ti e merr medalën e orë, na hina me çat fortin. E kjo për shembull u ka në vjet në top 8, kurse te Youth Championship që u ka në Samsun Turqis, kjo u ka në 4. Në momentin e fundit, për me ndakit detaj me Juve, në momentin e fundit kësaj na ju ka desht një lojë me bën 190, 195 për me marr medalje. Domthon te Youth, European Youth, domthon më të mirë e Evropës, tritja u ka në 4. Në momentin e fundit me 2 gjujtje, kjo ka dalë në vendin e 8. Do të thotë ka hup medaljen. Që mirë, po sporti i bowlingut e ka një specifikë që nashta sportet tjera nuk e kam, për shembull Gania dhe Kaula o dasht me lujtën 3 ditë, ka 4 orë.